E shndruar në tradit në fundvit shkolla jo publike Green School në Elbasan organizon panajirin me gatime tradicionale dhe punime artizanale. Të ardhurat e fituara nga shitja këtyre produkteve mësohet se do të shkojnë për familjet në nevojë. Qëllimi sipas drejtuesve të institucionit arsimor është të stimulojë dhe promovojë ndjesinë e humanizmit e Brezi i Ri. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të pamirësisë, domethënë qëllimi i aktivitetit, i këtij panajiri, produktesh është bamirësia. Fëmijët në bashkëpunim me mësuesët, në drejtimin e mësuesve, në bashkëpunim edhe me prindrit, kanë krijuar produkte artistike, shumë të bukura, disa të personalizuara, për t'i pasur kujtim nga jeta shkollore. Dhe këto produkte artistike së bashku me produkte ushqimore, që edhe këto të gjitha janë bërë në bashkëpunim midis nxënësve e mësuesve, këto produkte, të ardhurat që do fitohen nga shitja e këtyre produkteve do përdoren për qëllime bamirësie, duke qenë se ky është një mision mjaft i bukur, mjaft me vlerë, është virtyt. Prindër, fëmijë dhe stafi edukativ i shkollës u angazhuan të kontribonin, ndër të tjera në përcjelljen e mesazhit e të qenurit empatik ndaj rasteve në vështirësi. Unë kam gatuar krem karamel, biskota, edhe kështu, si quhen që e kemi formuar neve, edhe do i vim tani ke pema. Gjithë kjo do shkoj për familjen në nevojë. Kriju këto nisma, të cilat bëjmë bashkë, prindër, gjyshër, por edhe fëmijët. Është gjëja më e mirë që dhe fëmijët të promovohen, të shohin që gatuhet tradicionalet, gatimet e nënave, të gjyshëve, të mami, të rejat që gatuajnë këto gjëra më specifike se ne jemi akoma ke tradicionalja. Pra për gjë e mirë, që dhe këto e pëlqejnë. Ja tani gosa shkon dhe zgjedh atë që do ajo. Unë sot me të drejtën një fuli bëra. Një fuli, po, është tradicionale jona, e gatuaj gjithmonë edhe për flisin, për gocat, për gjithë njerëzit që kemi në. Ju si prindër, si shihni këto aktivitete? Po, mendoj që është një gjë shumë pozitive, se dhe fëmijët mësohen të angazhohen më shumë, të kushtohen më shumë këto gjëra, se edhe është mirë domethënë për mua është gjë pozitive. Është një organizim mjaft i bukur, edhe gjithë përfshirja si mësues, si nxënës, prindër, është për t'u admiruar, sidomos në shkollën Green School, që jep një mesazh mjaft të qartë që puna mësues-fëmijë ka një ndikim mjaft pozitiv në gjithë përfshirjen dhe në mësimdhënien, metodikën e mësimdhënies, që të mësojnë që mbi të gjitha përposhtë shkollës të jenë njerëz. Në shkollën 9-vjeçare jo publike Green School në Elbasan ndjekin mësim 156 nxënës.